2 prilli shënon ditën botërore të autizmit, ndërsa në kuadër të kësaj dite u organizua një sër aktivitetesh me qëllimin për të argëtuar fëmijët me aftësi ndryshe. Në këtë organizim ishte e pranishme zëvendës kryeministrja Albana Koçju, ministrja e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evi Sala dhe ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo, ndërsa shpërndan edhe lajmin e mirë se për herë të parë do të dyfishohen pagesat mujore për fëmijët me aftësi të kufizuara, ku përfitojnë 11.000 fëmijë. Ministrat bën me dije se gjithashtu për herë të parë do të njihen kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestarët ndihmësit e tyre, e konfirmuar kjo edhe nga kryeministri Edi Rama në mbledhjen e asamblesë së PS-s. Zëvendës kryeministrja Albana Koçju theksoi se kjo kategori do të marrë shërbime më të specializuara dhe do të ketë një herësh kujdes më të posaçëm. Po finalizojmë paketën mbështetëse për dyfishimin e pagesës financiare për 11.000 fëmijë me aftësi të kufizuar, dhe kjo përfshin disa kategori të fëmijëve, si me spektrin e autizmit, fëmijë të verbër, fëmijë tetra e paraplegjik, gjithashtu edhe me fëmijë me sindromën Down. Kjo është një garanci për të sotmen, po për më tepër është një garanci për të ardhmen. Jo vetëm një garanci financiare, po një garanci për zhvillimin, për edukimin e fëmijëve dhe për mbështetjen e tyre në familje dhe më tej. Qeveria shqiptare duke njohur si detyrim moral, por jo vetëm dhe për të lehtësuar akoma më shumë përditshmërinë e personave me aftësi të kufizuar, ka ndërmarrë iniciativën për të njohur kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për kujdestar, të cilët nuk janë vetëm prindër, janë edhe persona që kanë në kujdes fëmijë apo persona me aftësi të kufizuar, për të cilët kemi një detyrim moral për t'u garantuar një pension dinjitos, por patjetër dhe për t'i ofruar gjithë ndihmën dhe mbështetjen që skema e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore do duhet të ofrojë për të gjithë qytetarët e vendit. Pak art në pedonale u zhvillua në qytetin e Beratit, duke bërë bashk fëmijë, familjar dhe përfaqësues të politikës dhe shërbimit social.